Gjesti dhe Egli Tako vazhdojnë të lënë pezull marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, duke krijuar konfuzion jo vetëm mes tyre, por edhe tek publiku dhe fancat. Këngëtari një moment i shprehu Eglit se kishte ndjenja për të dhe se e konsideronte si të dashur, por vetëm një ditë më vonë qëndrimi i tij ndryshoi rrënjësisht. Ti e meriton lumturinë e botës, e di se do ta gjesh diku tjetër, u shpreh ai duke lënë të kuptohet një tërheqje nga afrimiteti i mëparshëm. Reagimi i tij nuk vënoi. Si është e mundur që një natë më parë më thua se jam e dashura jote dhe të nesërmen më thua se do ta gjej lumturinë tjetër kund? Gjesti u përpoq ta sqaroj duke i thënë: "Ti e meriton një më të mirë se unë, e meriton me qenë e lumtur, besoj se do ta gjesh, shumë gjëra të mira do të ndodhin." Ky ndryshim i papritur në komunikim ka sjellë shumë pikpyetje mbi marrëdhënien e tyre dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke cilësuar ndjenjat e Gjestit si lojë, por edhe anasjetas. Se çfarë do të ndodhë mes tyre na mbetet të presim. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.